firmat private dhe ti nuk ngopesh me pasuritë e popullit të bastard. Tani, kjo është gjuha, ata që në 45-ën shkonin në për shtëpia edhe kapnin kulakët, ata ishin serios, i binin në plumë ballit, ose i fusin në i shkelën, po këto fjalë nuk i përdorin as ata. As ata. Po si që nga kjo që nuk ushqis ka toka në Shqipëri pa lejen e shtetit, edhe shteti duhet shofi se ka plot tu që thonë, duhet i shofi shteti këto, si ushqis kanë kështu, duhet shofi shteti kush shet tokat, dhe kush ja shet kujt, ndër privatët. Dhe nuk duhet i lodh më shumë, po kjo ishte e bukur të nëzora, ishte një vlonjat. Thoshte, bosi thoshte, ishte një që ishte dalë rrugëve në Milano dhe thoshte me mikrofon, unë jam Komisioni Europian. Dhe në fund dua të shtoj dhe këtë. Pse vendos, thot ky, ti thot, të ardhmen e pronave tona, thot. Cilat prona? Të ardhmen e cilat prona vendosun? E vërteta është që Sazani ka qënë, e vërteta, fakti. Dhe në qoftë se unë nuk po them të vërtetën, dikush duhet nxjerrë faktin që provon të kundërtën. Sazani ka qënë, është dhe do mbetet tokë e Republikës së Shqipërisë. Dhe çfarë e provon këtë? Çfarë e provon këtë? Këtë e provon fakti, më falni zon, si provohet kjo? Dakor, se kjo mund dali një llapaqorr thot ti po gënjen. Ky është mashtrus. Këtë e provon fakti që ne kemi më shumë se 2 vjet negociata me investitorët pikërisht për formulën e zhvillimit. Që do thot, ne përfaqësojmë Republikën e Shqipërisë dhe pronën shtet, prona e popullit shqiptar. Ata janë investitorët që duan të zhvillojnë në atë pronë. Dhe ajo që ne kemi rënë dakord me ta është që çfarë ndërtohet bëhet private. Ndërtohet një vilë, blihet një vilë. Çfarë është jashtë është e shtetit shqiptar dhe në investim merr pjesë Shqipëria si ortak në biznes dhe të ardhurat që vinë i shkojnë Republikës së Shqipërisë. Pse nuk është firmosur akoma marrëveshja? Sepse akoma jemi duke negociuar. Se normal, negociata, secila palë do të marri sa të mundet. Ky është Sazani. Atyre që më thonë mua tradhtar, thoshte njëri shkon në Serbi dhe në Serbi vajta unë. Në Serbi vajta, ja u thash atyre në sy nga pallati i Serbisë kur i presidenti që Kosova është Republikë e pavarur dhe është një histori që nuk kthehet më mbrapa. Është kollaj, është shumë kollaj të bësh heroin kur del atje ka i bulevardi ku vran 4 vet me pushk. Dhe kur ne socialistët organizoheshin për protesta, shumë njerëz nga tanët, mësues, mjek, infermiere, se s'bëj fjalë për administratën tjetër, nuk vinin dot në protestë, sepse i merrnin për flokësh dhe i ishin nga punat nesmen. Dhe shkonim në për protesta këtu atje, të mbledhur me njëri tjetrin dhe duke i rezistuar një qeverie e cila në ndërkohë bënte pallariu se për ambientalist e për qorrolapist e për lapoqorrist as pyesin fare ata. Nuk e haroj kur kanë qenë atje, kemi qenë bashkë atje, nuk haroj kur se si i morin invalidët.
I morën me gjithë karroca i ngritën në ajër. Sot është kollaj. Po dinim se është kollaj. Sepse Shqipërinë ndryshoi Partia Socialiste edhe në këtë aspekt. Kështu që patriotizmi dhe tradhtia nuk janë me vër flamurin këtu, lidhe ny edhe thuaj të qërë e dirama. Ky nuk është patriotizëm. Nuk është patriotizëm, nuk ka problem lese. Jo më letë vazhdojnë, mua më bëhet vetëm shëndet dhe energji. Shifën si jam energjizu, se kësha rëmë pak si këshu. Patriotizmi është ndryshe. Dhe Zvërneci, sot që flasim, ka dhe Zvërneci, po aq ko, sot që flasim, nga një grup i vogël njerëzish, apo jo, nga një grup i vogël njerëzish, që në fillim fare kishim bërë disa vizatime, ide, të cilat këta ambientalistët i pan se doli burri botës të Fevziu, bërë intervist me pamje nga Zvërneci. I pan nga i grup dhe nga ato vizatime, sot është mbledhur një grup i gjërë me ekspert nga më të mirë në botë për të gjitha fushat që po punojnë për projektin. Dhe patjetër edhe për impaktin në mjedis. Po ju them kaq, bashk, ne e nëzorën fjerë nga lumi. Lumi. Binde një shi verën fjerë edhe mbytej komplet fjeri se dilte nga shtrati lumi atje. Shikojni sot si është. Por, nëse ne ndalemi së ndëruari fort, nëse ne ndalemi spasur e ambiset madhe, nëse ne ndalemi në bindjen që Shqipëria nuk ka asë një arsye të ketë zili, asë një nga fqinjët, por është këtu e gjitha gati për të bërë një vënd për të cilin të flasin të tërë, dhe të tërë të duan të vinë, e të tërë duan të banojnë këtu, për pushime. Ne nuk jemi më Partia Socialiste. Ne nuk kemi më arsye të jemi në qeveri. Arsyeja pse ne jemi në qeveri është ta çojmë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Po ta çojmë Shqipërinë në Bashkimin Evropian jo thjesht me këto rregulla dhe me këto. Po ta çojmë Shqipërinë në Bashkimin Evropian dhe Shqipëria ndërkohë të jetë një vend shtet antar i Bashkimit Evropian që t'i ketë standardet e larta, t'i ketë rrogat e larta, t'i ketë pensionet më të mira, t'i ketë spitalet më të mira, t'i ketë gjithat më të mira, pikërisht sepse do ketë këto zhvillime. Shqipëria duhet bëhet një vend i universiteteve. Dhe do a shikoni, po pregatitemi, po bëjmë marrëveshje. Dhe shumë shpejt, do të sjejmë edhe në Fierë një universitet mjekësie të standardeve më të larta ndërkombëtare. Ashtu si do bëjmë në Vlorë një tjetër universitet, dhe ashtu si kundër do bëjmë në Tiranë dhe në Korçë. Dhe për të gjitha këto jemi duke punuar. Këta thonë Edi Rama me helikopterin. Jo. Kur unë marr helikopterin, e marr vetëm se duhet shkoj në të njëjtën ditë, në të njëjtën kohë nga këtu aty. Dhe me atë helikopterin që vajta në Korçë, që pastaj vajtëm në Vlorë, që pastaj kaluam mbi Fierë, dhe pastaj shkuam në Tiranë, kishim grupin më të madh të universiteteve në rang botror, që do sjellim këtu universitetet dhe po punojmë për këtë. Si do bëjmë ne? Pa të huajt. Si do bëjmë? Dhe përpara se t'ju përcjell, dua t'i them të gjitha tyre të rive që dalin bulevard. Dua t'ja them gjithve këtë, se nuk mbajnë mend ata. Pisha dhe bulevardit. Ato të vjetrat. Disa rrepen lanë,
që janë të mëdhej në trup dhe numërohen shumë kollaj. Dhe një pjesë e parkut të liçenit kanë qenë aty. Çdo pemë tjetër që ju shikoni në rrugët e Tiranës dhe që sot janë rritur dhe bëjnë hije në të gjitha rrugët kryesore, është mbjell nga Edi Rama dhe Partia Socialiste e Shqipërisë. Kështu që Partia Socialiste dhe Edi Ramës mund t'i bëni leksione për shumë gjëra, por për alergjin ndaj shëmtis, alergjin ndaj pislëkut, alergjin ndaj rrëmujës,